Përshëndetje të nderuar shikues, jemi këtu me një aktiviste nga Forumi Rinor i Koalicionit Vlen. Tash doja bëjmë një pyetje. Përshëndetje nderuar. Përshëndetje. Vjen mirë që ndahet kohë të jeni sot këtu me ne për të dhënë një mesazh sado i shkurt për të rinjtë ta. Faleminderit shumë, edhe unë jam krenare që jam pjesë e intervistës tuaj. Çka mund na thoni diçka ju si aktiviste? Çfarë mesazhi doni të përcjellni tek të rinjtë tjerë që të kyqen nëpër këto forume ose jo? Unë si aktiviste e Forumit Rinor të Vlenit, ne si rini duhet të ndikojmë pozitivisht në rinin tonë dhe të sjellim sa më shumë ndryshime për vendin tonë dhe të ndikojmë pozitivisht për tetovën tonë, të sjellim ndryshime që rinia nuk u merr mendja sa punë të mira mund të bëj në vendin tonë. Çfarë ndryshime mund të sjellim ne nëse punojmë të gjithë së bashku si të ri? Ne si të rinë mund të sjellim ndryshime shumë të mëdha, si për shembull në kulturë, sport, në arsime e cila është shumë e veçantë për rinin tonë dhe shumë gjëra të tjera. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve.